Kamera e televizionit Apollon ishte së fundmi në plantacionin me pemtari të fermerit Ermal Topi, i cili pas një periudhe emigracioni është rikthyer për 3 vitesh në vendlindje dhe aktualisht kultivon fruta si pjeshk, nektarin, kajsi dhe kumbulla vanilje e zezë në një sipërfaqe prej 1.3 dynëm. Së fundmi Ermalit është dashur të përballet me dëme të konsiderueshme nga breshëri, i cili dëmtoi rreth 50% të prodhimit të pjeshkës. Për shkak të cilësisë së dëmtuar, frutat nuk mund të eksportohen dhe janë shitur vetëm në tregun vendas. Deri tani, ai ka tregtuar rreth 40 kuintal pjeshk me një çmim prej 100 lekë për kilogram në pikat e shumicës. Fermeri Topi thekson mungesën e mbështetjes teknike dhe institucionale, veçanërisht mungesën e kontakteve dhe këshillimeve me agronomët e arab në lushnjë që sipas tij nuk ndjekin nga afër prodhuesit dhe nuk ofrojnë asistencë teknike për përdorimin e plerave apo pesticideve. Përpasoj, shumica e inputeve bujqësore importohen nga Greqia. Përveç sfidave me prodhimin, një tjetër problem mbetet mungesa e fuqisë punëtore, ndërsa kostoja për punëtorët e përditshëm është gjithnjë në rritje. Ermali ka investuar rreth 20.000 euro në sistemin e energjisë elektrike dhe në zhvillimin e tokës së tij për 13 dynëm, por shprehet i zgënjur që nuk ka përfituar asnjë subvencion nga shteti, duke realizuar të gjithë investimin vetëm me të ardhurat e kushtuara nga emigracioni dhe me kredi bankare. Fermerët kanë nevojë për mbështetje konkrete dhe jo vetëm në fjalë. Nëse nuk ndryshon kjo qasje, bujqësia në zonat si Fier Shegani rrezikon të mbetet vetëm në kurrizë të sakrificës individuale, shprehet Ermali. Zoti Topi, ju jeni një nga fermerët e rinj që merren me kultivimin e pemtarive, sidomos të nektarinës pjeshk, të kajsisë dhe të kumbullës. Si shikoni prodhimin e këtij viti, pasi ju jeni një nga fermerët që jeni dëmtuar nga një breshër para disa ditëve që ka rënë në zonën e Fier Sheganit? Prodhimi i shqyrë Zotit si vjetë është i mbarë dhe ju uroj punë të mbarë gjithë bashkëfratarëve dhe fermerëve të zonës, kudo që janë. Ne na dëmtoi breshën për fat keq, siç e shihni, unë jam në përfundim me thënë drejtën. Kam edhe këtë dorën e tretë që i thomi ne. Mirë, dhe çmimet janë të kënaqshme. A keni pas këshilla nga instruktorët e agronomët Absolutisht, dhe kjo është një gjë që çalon, duhet me se s'bën, se çdo njeri nuk e besoj njeri në botë që mos të dojë të rrinë vatanin e tij, se të gjithë jemi rritur në emigrim me sakrifica, po është gjë e madhe të punosh për vendin tënd, ti je afër njerëzve të tu, thjesht duhet shteti, mirë që nuk të na ndihmoj se s'bën, se ne shqiptarët jemi njerëz punëtor, kemi ndërtuar kudo që kemi vajtur. Sa është investimi që ju keni bërë në investimi? Sa tani rreth 20.000 euro ka shku investimi me instalime, me fidan, me energji elektrike që kemi sjell të gjitha vet. Pata dhe larg fatin e keq do të thoja, i kam investuar të gjitha, me fjalë jemi kredhur në një rrugë si Klush Bixhos. I bie kjo. Sa është çmimi i pjeshkës sot në treg? Se ju i keni gjithë prodhime për treg vendas, pasi pjeshka ju është dëmtuar. Çmimi i pjeshkës time deri më sot që kam shitur unë, e kam shitur me 1.000 lekë të vjetra. I mirë është si çmim se më ra fatkeqësia që më dëmtoi breshri. 1.800, 700 varet, edhe të malli. Sa përqind dëmtoi breshri në pemën tuaj? Mbi 50. Mbi 50% kanë dëmtuar breshri, nuk është ajo vetëm ajo e keqja, puna pemës është si fëmia vogël. Se unë kësaj pemë do t'i shërbej deri mot. Duhet ta vadisim, duhet ta shpërkasim. Flerime, gjëra, kemi shumë investime, shpenzime. A keni marrë se në me investime që keni bërë? Jo, absolutisht. Pse nuk keni marrë? Jam interesuar 2-3 herë në organet përkatëse, po e supozoj unë. Thjesht të përcjellin, nuk ka për pemtari, thonë. Se nuk kemi dhe ndjenë edhe kohën, jemi njerëz të punës, që të ndjekim, të kapim një mik, një shok, një gjë. Nuk na jepet mundësia. Si është problemi i fuqisë punëtore të pjesa juaj? Problemi i fuqisë punëtore ka mungesë. Nuk ka fuqi punëtore, pavarësisht se dita punës është e kënaqshme me fjalë për ditën sot, qoftë edhe për këtë fushat, është mungesë në përgjithësi kjo, nuk është vetëm këtu ke ne. Se është larguar rinia për fat keq. A do të kishte një thirrje ju për institucionet e shtetit? Thirrja thjesht na ndihmoni. Nuk po kërkojmë as vit më ndërtoj shtëpinë shtetit, gjithë njerëzit punëtor punojnë, gjithse kush shef hallin e vet, përpiqet. Thjesht një shtysh, një gjë. Të na ulin plerat.
Janë çmimet stratosferë. Ju prodhimin e pleut që ju i hini pemëve tuaj, ju më thatë që i meni nga shteti grek. Dhe Detyrohemi, pesticidet që ande i meni? detyrohemi, se ne do lëm punët tona ti ki qoftë edhe një ditë në Greqi, 2 ditë apo 3. Të gjej unë, se nuk dim ku të drejtohem. Arebi Lushjes nuk ke pas një lloj këshille, as një lloj Jo, mua absolutisht jo, dhe me sa kam diur jo. Mbase ka 2-3 njerëz që kanë për shembull një farë orientimi. Ne përgjësia me sa di unë dhe me sa bisedojmë me bashkëtarët nuk na drejton njeri. A do të vazhdoni të merreni me pemtari edhe vitet e ardhshme? Do vazhdojmë, se na pëlqen, më radh pa na pëlqen vendi jonë. Se kemi parë gzit e ullirit në emigrim, ku do që kemi qenë, kemi vujt, kemi punuar jashtë mase. Dhe mira është të jemi në vendin tonë. Do t'jopi faleminderit. Nderuar.